Pas planit të presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, për të shtyrë ëndrrën europiane për shqiptarët dhe jo vetëm, I will be out of the landscape at that very period. Të paktë ishin ata optimistë që besonin se Shqipëria mund të hapte të gjithë grup kapitujt në një kohë rekord, për vetëm 14 muaj. Po, Shqipëria tashmë është në një fazë të avancuar në procesin e integrimit evropian për faktin që ka hapur të gjithë kapitujt për negociata. Por çfarë u ndërtua me shpejtësi në pak vite? Negociata të shumta, mira dokumente të përkthyera, energji e shpenzuar dhe shpresa të shumta në tryezat e Brukselit dhe të Luksemburgut. Është ngrirë pa fat nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Megjithatë, duket se ka një pakënaqësi nga vendet anëtare në lidhje me qëndrimet e fundit të qeverisë ndaj disa hetimeve që SPAK-u po bën për korrupsion në nivele të larta. Rrëzimin e kërkesës provurisë. Dhe për të mos mbajtur një qëndrim të prerë pro ose kundër, vendet anëtare kanë zgjedhur që ta zvarritin në farë mënyre procesin e miratimit të këtij raporti. Raporti ndërmjetëm miraton pikërisht ecurin e bërë nga Shqipëria gjatë kësaj periudhe që nga hapja në tetor të 2024-s deri më sot. Pasi Shqipëria hapi të gjithë grup kapitujt, Komisioni dorëzoi vendeve anëtare të Bashkimit Evropian raportin e vlerësimit të piketave të ndërmjetme. Ajo që në gjuhën teknike quhet IBAR. Komisioni Evropian ka paraqitur një raport në cilin shprehet pozitivisht se Shqipëria i ka përmbushur objektive ndërmjetme në fushën e kryesisht të luftës kundër korrupsionit, të shtetit së drejtës dhe të drejtësisë. Momentin e miratimit të tij, atëherë Shqipëria mund të mbylli kapitujt cilët ka ecur më shpejt. Kanë më pak legjislacion evropian, jemi më të avancuar, janë disa që kanë të bëjnë me kërkimin, me arsimin, apo dhe me politikën e jashtme që mund të mbyllen. Ky raport ka ngecur në Bruksel, mes qeverisë së Unionit që kërkon të jap dritën jeshile Shqipërisë për të kapërcyer në hapin tjetër dhe vendeve anëtare që nuk janë të bindura ende, duke shtyrë pa afat vendimarrjen politike. Qëllimi i vendeve anëtare nuk është që të bllokojnë, nuk është as që ta rrezojnë raportin, por qëllimi është përdor një mesazh të qartë që lufta kundër korrupsionit është e pashmangshme, asgjë tjetër nuk ecë përpara nëse nuk trajtohet lufta kundër korrupsionit dhe kjo lloj lufte apo kjo lloj reforme do gjykohet vetëm nga rezultatet konkrete. Ky momentum në Bruksel përplasej me kohën e Tiranës kur mazhoranca socialiste po përballi me SPAK, për ish numrin 2 të qeverisë. Edhe në dritën e një vendimi të gjykatës kushtetuese për pezullimin nga detyra, teksa Belinda Balluku hetoi për pabarazi në tendera si ministre infrastrukturës. There is a need to keep the momentum in fighting corruption. The case involving a deputy prime minister. Çështja që përfshin zëvendës kryeministrin Balluku është test kritik për Shqipërinë në luftën e saj kundër korrupsionit. Kryeministri Rama u thirr në Bruksel, mori me vete kërkesat e bëra nga Këshilli i BE-s, u kthye në Tiranë, e largoi bashkëpunëtorin e tij nga qeveria, por në kuvend rrëzoi kërkesën e prokurisë së posaçme për mas arresti, duke mos i hequr imunitetin deputetes socialiste. Akuza ngelet po e njëjta ajo shkeljes barazisë tendra dhe jo akuzë korrupsioni. Nuk ka akuzë për pengim të drejtësisë. Projekt vendim për dhënien e autorizimit nga Kuvendi për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetes Belinda Balluku mbyllet votimi.